zonja deputete, zotëri deputet, zonja kryetare, të dashur qytetare dhe qytetarë. Kjo është seanca de facto e fundit e këtij parlamenti, i cili në 4 vite u rrjedhshtua kundra qytetarëve shqiptar, u rrjedhshtua kundër interesave të qytetarëve shqiptar, u rrjedhshtua kundër parimeve demokratike të një vendi të lirë dhe do përfundoj në histori si parlamenti i narkodiktaturës apo narkoparlamenti i parë dhe i vetëm në Europë. Lidhur me një vërejtje, një fjalë që u hull këtu se po lëndojmë, unë fjalën time për zotin Harasani, për të ndjerin Harasani, nuk kisha qëllim të lëndoj asnjëri, por të mbroj një të vërtetë. Megjithatë, në qoftë se gjendet një Harasanas i asaj familje që është lënduar nga fjala ime, unë i kërkoj këtu ndjes. Por unë thash të vërtetat se ai mbeti një avokat i pavarur i atyre vlerave dhe parimeve socialiste, të themi atë që është, që besonte. Atë e ndante një det i tërë me atë që me narkorilindjen dhe narkoparlamentin. Rikthehemi tani tek pse ju do hyni në histori si parlamenti më i zi pas diktaturës komuniste në Shqipëri. Pse ju do hyni në histori si narkoparlamenti? Sepse ju, për herë të parë në historinë 34 vjeçare, ju votuat me 10 ligje vendime, në të cilat varfruat gjithnjë më shumë qytetarët shqiptar. Votuat ligje dhe vendime me të cilat shumëfishuat rrogat tuaja dhe rrogat e larta të shqiptarëve, të zyrtarëve, dhe kur erdhi puna tek pensionet, ju lat një shumë qesharake 16 milion për 800.000 pensionist, dhe në këtë parlament kreu i juaj, padrino i Shqipërisë, deklaroi se në qoftë se lvizin pensionet minimale, Shqipëria merr fund dhe bie në katastrofë. Pra, në rrafshin human, në rrafshin njerëzor, ju me vendime dhe ligjet tuaja, buxhetin që bët, thelluat në mënyrë të tmerrshme hendekun midis të pasurve dhe të varfër në këtë vend. Ju bët strumullar themelor i politikave të përzënjes shqiptarëve nga Shqipëria. A e dini ju që në 4 vitet tuaja të zeza, ka nik nga Shqipëria më shumë se në çdo kohë tjetër përfshi vitin 91 të daljes nga diktatura komuniste. A e dini ju se në një kohë kur kanë ikur qindra mijëra shqiptar, pasuritë tuaja janë 5 fishuar, 10 fishuar. A e dini ju që kontot bankare të ministrave tuaj dhe të kreut tuaj padrino kanë kufi vetëm qiellin? A e dini ju se u bët mburoj e plaçkitjes më të madhe të pronave publike nga deputet tuaj, nga kreu i juaj, i buxhetit. Pra, në këtë kontekst, unë e shoh që e fshini fytyrën tani para kamerës, po pavarësisht se çfarë akte bën, pavarësisht se unë i kokën kështu, populli ju shef ju.
Po, ju shef mirë. Nuk mundet të mos shof qytetarit e kju njerëzit e pa shpirt. Nuk mundet të mos jetë ndërgjegjshëm qytetari që kryetari juaj blen vazon në borë për të englendisur si sultan, aq sa kushtoj 120.000 pensione. Nuk mundet. Nuk mundet që qytetarit mos e di sa jo roman e kontit 33.600 euro është e barabartë me 120 pensione në Tovolin. Nuk mundet qytetarit mos e di se sarajet 57 metra themelet gjata dhe 8.300 metra park o borë. Po thuj sa palati brigatave i prezidencial është e tëra plaçk dhe mashtrim. Nuk mundet qytetarit mos e di se kreu juaj u merr pronarve 38.000 metër katror tokë dhe e Vllachko Olsit. Këtu sipër, shko shifrit, terapi tresht e keni. Po, nuk mundet qytetarit mos e di se deputet të grupit tuaj dhe ju më pas tyre votoni për mbrojtje e plashkitjes pronave publike. Olta Xhashka, ku është? 12.000 metër katror tokë publike. Dhe ju parzmore e saj, në një kohë kur kushtetuta thot se mandati dorëzohet, s'ka të bëjmë me mandatin. Nuk mundet që qytetarit harroj kur vinit me çanta super luksi dhe me këpuca Antonio Vjetri. Po, dhe pastaj kur shtru problemi çanta, vini pa çanta fare. Në parlament. E vërteta është kjo, se ju s'doni t'ja dini fare se ekzistojnë të varfër në këtë vend. Nuk mundet qytetarit mos e di se që kur u vu ky Vengu, dezertori i NATO-s, në portën e Durrësit, 1 kilogram kokain nuk është kapur. Dhe u shpërblye ky për të bërë ministër, sepse i hapi klaneve të drogës, u hapi portin. Nuk mundet qytetari të mos e di se Lubiloti e ndau unazën e Tiranës 13 kilometra në 14 kontrata. Eureka! E qeta se si të vjedh më shumë. Rekord botror Guinness. Dhe kjo zonjë, kur kërkoj të ngrihet në kam parlamenti për të nderuar Martin Canin, vjen dhe zgërdhiet para shpinës sime. Janë të stamposura në memorien e qytetarëve shqiptar të gjitha këto. Po. Nuk mundet që shqiptarët të pranojnë cinizmin tuaj ekstrem ndaj tyre. Mashtrimet një mas një të premtimeve të padrinos tuaj. Ju sot s'do të kishit ardhur fare në parlament. Ju po të kishit minimumin e ndërgjegjjes shoqërore, mbledhjen e grupit kishit vendos, mos dalim më para shqiptarëve. Absolutisht ky do ishte vendimi më i drejtë që mund të pirnit. Sepse këto që po them janë të vërteta. Nuk mundet që ju qytetarit mos e di
se Tau është bashkëpunëtor i ngushtë i Bajrëve, i Rajave, i Telve, me dokumenta. Nuk mundet që qytetarit mos e di se antarët grupit tuaj përdorin imunitetin për të fshehur krime monstruoze. Nuk mundet që qytetarit mos e di se ju i rrëmbyet mandatin një deputeti guximtar, një deputeti trim, një deputeti që përfaqësoi me dinjitetin më të madh zgjedhësit e tij në Korçë dhe në Shqipëri Ervin Saljanit, sepse janë nxori lidhjet të tmerrshme me krimit Fatmir Xhavs dhe Edi Rams. Dhe ju e burgostate, ju votuat në Korë për t'i marrë imunitetin me gjykas dhe prokuror politik. Dhe sot ai është në burg, duke menduar se kështu i shpëtuat ju verdiktit qytetarëve. Nuk mundet qytetarët mos e dinë se ju jeni ata që votuat në 5 minuta për arrestimin e Sali Berisht në një kohë kur, o të mirë, nuk bëra asgjë tjetër të mbrojta parlamentin. Nuk bëra asgjë tjetër të mbrojta parlamentin. Dhe ju, si kukulla mjerane, votuat, tani priteni. E bët, do u kthehet, karma u vjen mbrapa. Unë pranova shumë për të mbrojtur parlamentin, kurse ju ngritët kundra parlamentit, mendohet se fituat, duke ndërshkuar Sali Berishën. Ju keni montuar një sistem procesësh politike të turpshme dhe mendohet se këto do t'i mbylli. Jo, nuk mbyllet asgjë. Këto vazhdojnë. Pra në këtë aspekt, ju jeni shumë më keq se parlamenti vitit 91, sepse ata vërtet ishin ish ministra, ish deputet, ish antar byroje e tjerë, po kishin një vetdije se bota po ndryshon, se Shqipëria po ndryshon. Dhe se këte s'mund të analonin, kurse ju kujtuat se narkodiktatura do mund zjas. Sa herë ja u thash unë që narkodiktaturat s'kan të ardhme. Dhe tani që po më në fund, çfarë do thoni ju? Më thoni, këshillën e fundit kam, mos kandidoni, mos u paraqitni para shqiptarëve, se një fantazma, lugetër të një regjimi unik në Europë, të një regjimi që me një genocid të butë, po shfaros shqiptarët, të një regjimi anti-shqiptar që vuri Kosovën në sanksione, u bë një me Beogradin, të një kukulle të armikut numër 1 të njerëzimit që quhet George Soros. E tani, çfarë do thoni? Prap do mbroni kukullën e Sorosit? Shqiptarët e morën vesh se përfaqëson Sorosi. Sa herë keni thënë këtu, Edi Rama bëri gjithçka që me Sorosin të më shpallte non grata. E keni vurë ju që se përmend do të marrë fjalë? A e keni vurë ju? Pyeteni, ju lutem, shkoni pyeteni pak ju zonja. Thoni, o shef, o bos, pse nuk e thua dot atë fjalë më? Jo thuaje po deshe, i thoni. Po shkon dhe futet në parkun zoologjik dhe jeton me botën shtazore. Të gjitha këto, mendoj se kjo është finalja e këtij parlamenti, është dita e fundit e tij dhe garantoj shqiptarët se 11 maj është fundi i narkokracisë dhe paketa e dhimbshurisë
e shpëtimit të çdo shqiptari nga varfëria ekstreme do të jetë javën e parë e gatshme për të votuar. Përfundoni. Kam disa premtime për shqiptarët unë tani. Se deri tani u mora me ju. Jo, mbaroj koha. Tani mbet merrem me Grupi qytetar. kishte vendosur 15 minuta, aq kohë keni, koha përfundoi. Tani ju lutem, zonjë ju lutem, atëherë 3 minuta dhe kaq. Pra, Jo, s'ka 3 minuta. Koha përfundoi, aq ishte koha e grupit. 15 minuta të plota i keni marrë sipas kohës që u dhënë nga grupi. Zoti Berisha, ju lutem uluni. Fjalën e ka Tauland Balla, përgatitet Flamur Noka. Duhet i kishit vënë minutat këtu, 15 minuta kishte, ndryshe nuk përfundojmë dot, nuk përfundojmë. 3 minuta nga Flamur Noka ka 7 minuta. zonjë, edhe një herë mund të them një gjë. Sigurisht do respektoj kodin e parlamentit, por e vërteta është që mirë nuk është që flitet asnjë fjalë pa ardhur padrinoja këtu. Pa ardhur padrinoja këtu, sepse ka 2 muaj që nuk guxon të shkel në parlament, ka 2 muaj që flet me vete çdo mëngjes. Çdo mëngjes. Sy në sy monolog dhe s'takon dot një gazetar. Për arsye se mëkatet dhe krimet e kanë kapluar nga të gjitha anët. Dhe tani thot, Edi të thonë që je hajdut, po unë nuk jam hajdut. Edhe fillon e thot, pse unë nuk kam vjedhë, se jam 2 metra i gjatë. Dhe thot, ti je i pa shpirt, jo unë jam me shpirt, se u ktheva nga Parisi, kur ndodhi fatkeqësia. Dhe thot, dhe ças thot, dhe futet në zhaba, zhapi, ardhuc, e tjerë. Po gjeja u tha ju ama. Armiq që punoni mas shpine. Për ke kishte, më thoni mua. Për mua nuk kishtaj, se unë i kam përballë. Për ju e kishte. Po. Prandaj, thirreni këtu, mos lekte papagallin mrapa të flas për te. Se ky është si është ky? I kam paraqit këtu në parlament të gjitha. Dosjen e tij do e paraqes vazhdimisht. Thirre njërë, bëj një akt, të kërkon populli, thuin, parlament me të pa. Nuk vjen dot. Unë, edhe njëherë, zoton për para shqiptarve, se Shqipëria madhështore, Shqipëria ëndrës, së djemve dhe vajzave të tyre, do të jetë realiteti 4 viteve që vinë. Se brenda 3 muajve do përmbyset shpërndarja e buxhetit. Do shkoj një herë radh para tek ata që vuajnë dhe numërojnë kafshatet, tek ata që zblejnë dot ilaçet, merr fund ajo. Do shkojnë parat për shkollat, për kopshtet, për spitalet, për smurt, për ilaçe. Do të taksohen ushqimet e të gjitha atyre që janë nevojë. Do vendoset minimumi jetik 200 euro, rroga minimale 500 euro, rroga mesatare 1200 euro. E do dalë të thot, se kjo është katastrofë, se po të rritet pensioni minimal, Shqipëria përmbyset, Shqipëria s'pson asgjë, Shqipëria bëhet me drejt, me ndershme, me fisnike, dhe ne ta bëjmë atë. E mora vesh. Tauland Balla 10 minuta, Flamur Noka 7 minuta.